Ministri i jashtëm gjerman Chris Baum zhvilloi këtë premte një vizitë zyrtare në Shqipëri ku u takua me zyrtar të lartë qeverisë, kuvendit, opozitës dhe SPAK-ut. Procesi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian ishin në fokus të diskutimeve. Ambasada gjermane në Tiranë përmes një njoftimi të shpërndar për mediat në mbyllje të takimeve thekson se Gjermania mbështet integrimin e Shqipërisë, por nënvizon se vendi duhet të përmbushë reformat, veçanërisht në fushën e shtetit të së drejtës dhe në luftën e palëkundur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një gjë e tillë u konfirmua edhe nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili përmes një reagimi në rrjetet sociale ku ndan momente nga takimi, thekson se është nënvizuar që integrimi duhet të jetë një proces i bazuar në merita e standarde evropiane dhe jo të përdoret si justifikim për të mbuluar keqeverisjen. Opozita mbështet plotësisht procesin e integrimit të bazuar në standarde dhe në merit. Në këtë proces theksova se mbetet etike për Shqipërinë, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, qeverisja e mirë në dobi të qytetarëve, lufta ndaj korrupsionit dhe lidhjeve të qeverisjes me krimin e organizuar, lejimi i organeve të drejtësisë të bëjnë me integritet dhe pavarësi, punën e tyre në përputhje me parimet e shtetit ligjor, si dhe funksionimi demokratik i institucioneve, veçanërisht i Kuvendit të Shqipërisë. Në agjendën e takimeve zyrtare të Chris Baum në Shqipëri, përveç përfaqësuesve të politikës, në takim ishte edhe me drejtuesin e ri të SPAK-ut Klodian Braho, me në fokus forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit si kushte kryesore për të ardhmen europiane të vendit.